politike ndaj Shqipërisë. Po flasim tani në periudhën dimoditorit të luftës, por edhe ndaj disa vendeve të tjera. Po Shqipëria nuk është hera parë që goditet, pasi edhe në shtator të vitit 2022 Shqipëria u godit shumë më rënd se sa tani nga hakerat iranianë, dhe e gjithë kjo lidhet me strehimin e organizatës SMEK. Dhe në emisionin e juaj pak disa emisione më herët biseduam për rrezikun që i ka nose Shqipërisë nga raketet apo edhe nga ndërhyrje tjera të mundshme, dhe duket se iranianët po i kursejnë raketet për t'i përdorur brenda lindjes së mesme dhe po synojnë që ta godasin Shqipërinë apo dhe aleate tjera të Shteteve të Bashkuara në forma tjera, në forma hibride. Për shkak se Shqipëria është brenda rrezës së armiqësisë të regjimit të ajatollahëve, duke marrë parasysh se ka marrë strehimin e Mekut. Meku është një organizatë e cila është krijuar në vitin 1965 për ta luftuar regjimin e Shahut dhe e ka ndihmuar ajatollahët dhe revolucionin islamik për të ardhur në pushtet, por që edhe me këta u armiqua, dhe është një nga organizatat e cila ka pasur një rol kritik në denoncimin e programit bërthamor të ajatollahëve dhe të Iranit. Dhe është një armiqësi të cilët garda revolucionare dhe establishmenti iranian nuk mundet që ta tolerojnë dhe të ja falin Mekut, dhe çdo shtet apo çdo individ që strehon apo mbështet këtë organizat është target legjitim për Iranin. Dhe në këtë rast Shqipëria është një target legjitim sipas filozofisë dhe doktrinës së ajatollahëve dhe të regjimit iranian, dhe në këtë mënyrë Shqipëria është dashur vetëm më herët të marrë masa dhe të parapërgatitet, por nuk është edhe tani vonë që të marrë masa, se ndoshta kjo është vetëm hapi i parë i një sulmi dhe më të madh që mund vijë në ditët në vijim, nëse ke konflikte vazhdon. Por kemi fjalën në aspektin kibernetik. Po tani duke marrë parasysh se lufta vetëm sapo zgjerohet dhe po egërsohet, çdo veprim i regjimit dhe brenda doktrinës së tyre është legjitim, qoftë edhe përmes sulmeve hibride, qoftë përmes celuleve të saj që mund të jenë të fjetura, qoftë edhe përmes sulmeve direkte, që është vështirë duke marrë parasysh se për një rand të vijë deri në Shqipëri duhet të kalojë disa vende anëtare të NATO-s, ku sistemet antiraketor të NATO-s në Turqi rrëzuan një raketë, por pavarësisht gjitha Shqipëria duhet të marrë masa për shkak se Shqipëria është një nga targetet e para për regjimin iranian në këtë konflikt. Po ndërkohë që ne pam, përveç asaj që ju thatë që qof larg nëse do vinë këtej, kemi kapacitetet ajrore për aq rrëzuar raketa në Turqi, por edhe vende të tjera, Bullgaria, Greqia, që përpara se mund të vinë ndoshta në Shqipëri, ne pam Macronin që ishte në Kipro, që puna është marrë seriozisht. Po unë mendoj se pasi që të kryhet konflikti, pavarësisht se sa do zgjatet, kur që unë besoj që ndoshta nuk do duhet që të zgjatet shumë, duke marrë parasysh se ka marrë presionet e fuqishëm në tregje. Mesdheu lindor është një hapësirë tjetër e cila do të shndrohet në një arenë të fuqishme të përplasjeve gjeopolitike, ku tani do të kemi Izraelin, Turqinë, Iranin, Greqinë dhe Kiprin në një anë, dhe mesdheu lindor do të shndrohet në një arenë e re e përplasjeve, duke marrë parasysh jo vetëm rëndësinë gjeopolitike që lidhet me kanalin e Suezit dhe kontrollin apo afërsinë me linjën e mesme, por edhe faktin se mesdheu lindor është i pasur me burime të jashtëzakonshme energjetike, ku sipas Institutit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, në toka mesdheu lindor disponon rreth 125 trilion metër kub gaz natyror dhe ka rreth 1.5 deri në 2 miliard fuqi nafte. Por që kemi aty edhe ngushticën e Bosporit dhe Dardanelit dhe mosmarrëveshjet kufitare mes Turqisë dhe Greqisë, dhe duke marrë parasysh se të gjithë shtetet si të BE-s, por edhe të rajonit po rritin prezencën e tyre ushtarake në Kipro, si Franca, Britania, po edhe Turqia ka dërguar 6 avion luftarak. Kiproja dhe mesdheu lindor do të jenë ndoshta arena e re për plasjeve të fuqive të mëdha në rajonin e Mesdheut. Ndërkohë që në krahun tjetër Serbia, Vučić i shpalosi planin Serbia 2030, sipas tij, me Kosovën brenda, ndërkohë që pak ditë më parë u bë thirrje që të merret shembulli i Izraelit me atë që bëri me Ajatollahun edhe për Kosovën, pra duke kërcënuar liderët e Kosovës. Pra duket sikur dhe këtu Serbia po pret vetëm një shkëndij për ta filluar. Po
Po Serbia që nga krijimi i saj, që nga fillesa e revolucionit në vitin 1804 me Karađorđević, marrja e autonomisë në vitin 1830 dhe pavarësimin 1878 në Kongresin e Berlinit, Serbia ka shërbyer vazhdimisht si një proksi i Rusisë në Ballkan dhe vazhdimisht ka asgjeruar në kurriz të territoreve dhe të shteteve tjera. Dhe pengesa kryesore për krijimin e një shteti të madh apo Serbisë së madhe që të ndrojnë në gadishën ballkanik dhe më saktësisht në Ballkanin Perëndimor janë shqiptarët dhe vazhdimisht institutet dhe politika serbe prodhon dokumente dhe prodhon strategji si të zgjerohej, si të krijojë Serbinë e madhe, duke filluar prej Načertanijës 1844 dhe deri më tani kur plani 2030 vazhdimisht Serbia kërkon të zgjerohet territorialisht dhe vazhdimisht shërben si një shtet për ta destabilizuar Ballkanin, por duhet të them edhe faktin se Serbia nuk është në ato kushte që ka qenë në kohën e Jugosllavisë në fuqinë e saj, për shkak se rrethanat gjeopolitike në Ballkanin kanë ndryshuar derisa në vitin 1912 luftën e parë ballkanike dhe 1913 luftën e dytë ballkanike nuk ka ekzistuar asnjë shtet shqiptar, tani kemi 2 shtete shqiptare dhe për këtë Serbia është e vetëdijshme, por këto strategji më shumë Vučićit i shërbejnë për të kamufluar krizën e brendshme energjetike, ekonomike, po ashtu edhe lidhjet e tij me strukturat kriminale, pra për të demoralizuar protestuesit dhe për të bashkuar qarqe nacionaliste brenda Serbisë. Pra më shumë është një strategji për konsum realisht të brendshëm se sa një rrezik, edhe pse shtetet shqiptare duhet të përgatiten dhe të jenë të gatshëm për çdo skenar të mundshëm që të mund të bëj Serbia, për shkak se çdo herë që është diktatorët dhe çdo herë që gjenden në një krizë apo në një shtrëngim të brendshëm, synojnë që të krijojnë konflikte të jashtme me qëllim për ta shmanguruar vëmendjen dhe mendoj se kjo është ajo që po bën Vučići. Edhe diçka për ta mbyllur Nefail me situatën aty, sepse folëm për shqiptarët në rajon, por në Maqedoni duket sikur janë një pozitë më të diskriminuar edhe më të lënë pasdore. Qoftë nga pozicionimi në qeveri, pozita në qeveri tani pesha, më saktë, pesha në qeveri, krahasuar me BDI-n, për në brenda faktorit shqiptar që janë në qeveri, akuzat nga opozita, por edhe gjendja shqiptarëve aty, në tërësi, pra si janë? Po, situata në Maqedoninë e Veriut që prej pavarësimit të vendit dhe pas daljes nga Jugoslavia, edhe pavarësimin në vitin 1991, shteti ynë është përballur vazhdimisht me probleme etnike. Dhe kjo kulmoi me konfliktin dhe luftën e vitit 2001 ku u nënshkrua marrëveshja e Ohrit. Edhe pse kjo marrëveshje duhet që të zbatohej deri në vitin 2006, ne vazhdimisht dhe akoma sot vazhdojmë të merremi me këtë se pse nuk po zbatohet marrëveshja e Ohrit dhe pse nuk kemi një zbatim total të kësaj marrëveshje. Pra, për një periudhë prej vitit 2001 të kësaj marrëveshje deri në vitin 2026, pra për 25 vite, ne vazhdimisht jemi marrur me probleme të njëjta, çështja e përdorimit të gjuhës, çështja e përdorimit të simboleve kombëtare, përfaqësimin e për institucione, fuqia reale politike, dhe mendoj se gjithë klasa politike shqiptare këtu në Maqedoninë e Veriut ka dështuar për shkak se duhet që të krijohet një unitet brenda shqiptarëve për të avancuar ato të drejtat të cilat na takojnë. Por duket se partitë marrëveshje të re të Ohrit ndoshta. Po, rrethanat politike kanë ndryshuar këtu në Maqedoninë, por ashtu edhe rrethanat demografike ku sipas listimit të fundit ne kemi dalur shqiptarët në Maqedoni kanë dalur 29%, afër 30%, kurse marrëveshja e Ohrit parashef përdorimin e gjuhës në ato rajone ku popullata është mbi 20%. Pra, mund themi se situata politike dhe demografike ka ndryshuar këto dhe ndoshta kemi nevojë për një ndryshim, për një rifreskim të ligjeve, po ndoshta edhe të kushtetutës me qëllim që të kemi një realiteti në terren të pasirohet edhe në ligjet dhe kushtetutën e vendit. Kurse këto akuzat mes pozicës dhe opozitës është interesant fakti këtu te ne se çështjet temat nacionaliste, temat etnike vazhdojnë që të prodhojnë vota dhe secila parti që është në opozitë akuzon kundërshtarin e vet që është në pozitë për degradim të opozitës shqiptare dhe të njëjtat parti kur vinë në pushtet vazhdojnë si parti e paraardhëse. Pra kemi vetëm riciklim të akuzave kurse gjendja e shqiptarëve këtu në Maqedoni nuk është që ka ndryshuar fort. Unë të falenderoj shumë për bisedën. Edhe në emër të shikuesve, nisur edhe nga e para, nga komentet dhe mendimet që ju shprehet dhe që u mirëpritën, por edhe nga biseda e sotme, kështu që t'jam mirënjohës shumë, edhe në emër të publikut. Faleminderit shumë.